Ai është thirrur sot në Bruksel, sipas mediave, sepse nuk dihet, por mediat shkruajnë se ka takim është thirrur direkt nga numri 1 i Këshillit të Bashkimit Evropian për t'i komunikuar qëndrimin e prerë të Bashkimit Evropian ndaj qëndrimeve të tij, antikushtetuese, antidemokratike, ndaj zotimit të tij për të vazhduar grushtin e shtetit. Pra, ju e pat, ju e shifni, ai shkon në Bruksel me fustanin e Lubi Ballukut, në kuptimin që shkon si avokat i turpshëm i saj dhe të gjitha i ka për vetën e tij. Në Bruksel dhe në mbar kryeqytetet është kuptuar se çfarë përfaqëson, çfarë kalbësire përfaqëson Edi Rama. Është kuptuar se autori i aferave të Ballukut është direkt Rama. Është kuptuar se Edi Rama, për fatin e mirë të shqiptarëve, është Ergy Sagasi.